Xhimi, përshëndetje. Përshëndetje për ju, përshëndetje për të gjithë teleshikues të ju. Faleminderit shumë. Natyrisht na vjen keq për këtë humbje, si një shok i tij. Këto ditë si kanë qenë për ty duke u përballur me këtë humbje, edhe me këtë rast? Faleminderit për ngushëllimin, po them drejt, halo jam i trishtuar, edhe që dy ditë s'po më besu që kanë ndodhur në kësi ngjarje tragjike, për arsye duke njohur festimin, se festimi ka qenë shumë i gjallë, i urtë, i edukum, na ka frymëzuar çdo herë për punë, për biznes, na ka motivuar mos mudërzu, kena biseduar çdo herë që ka pas sfidat e tina gjatë rrugtimit jetës vet, kur i kanë dhëruar jetë prindët e tina gjatë rrugtimit karrierës tina, kështu që shumë jam i stresuar edhe vet për këtë ngjarje. Po. Xhem, më duket që gjithkohë në rrjetet sociale është diskutuar edhe për një ngjarje të trisht që ka pas pikërisht që lidhet me prindërit e tij. A mund të ndash pak detaje se çfarë ka ndodhur? Unë mallësisht nuk e di, veç e di që i kanë ndekë prind kur kon shumë i ri, edhe diçka mallësisht nuk e di për këtë pjesë me festimin na bosh shok, kur ka filluar më ushtru të unë e kam pas klient personal për të porë, tani diku na bosh shumë shok të mirë, edhe në të mirë nëse ja ke bë festimi 10 herë ta ka kthyer të mirë. Unë personalisht po flas, në të mirë nëse ja kam bë 10 herë ma ka kthyer për të mirë. Kon gjallë human, gjallë i qetë, edhe kanë gjallë që kanë ndodhur shumë na ka trishtuar. Xhimi, kur ka qenë kontakti i fundit me të, biseda ose takimi? Pak më herë po flas një kohë kur kon të ushtru, ka kërku prej meje që më morën një javë pushim, se më ka thonë po du me shku dikun me një villë shku dikun, edhe ka thonë që po du me shku me pushu dikun, se është shumë i stresuar. Sa është ma herët, Xhimi, kjo? Sa është ma herët? Vallai kjo i ka dikun janë një vjetë diçka, po sigurisht. Ti do më thënë që një vit diçka që po i thua nuk ke pasur më kontakt me... Ja, kom pas kontakt me to, kom pas me ta kontakt tjera, më po flas për qatë periudhën që më ka kërku për me shku, se ka unë jem pak i stresuar, se o kone i stresuar për arsye se ka punu shumë, u mundu mja dollë, nashta s'ka mujtë mja dollë, nuk e di. Po, pas këti pushime që e ka bë, është kthyja i prap në jetën aktive, është kthy të merret me fitnes? Jo, u kthy prap një kohë, po tani e ka ndërprej, kena pos kontakt apeti, kena taku, kena dorë, kena humor, kena pi bashk, familjarisht me to, edhe me gruan e tina, janë konë dy qifta që janë konë të shembull, apo kupton, janë konë sikur shok, di që me thonë, është diçka se pesha dhe komente dhe sene dhe shumë palidhja, shumë najmë popull, shumë paragjikuse, shumë e keqe, shumë e ronë, për njëna dhe vetë keqe se nuk mund me ndodhë një sen që është për paragjikuj njerë, se nuk është mirë për paragjiku se unë e tu e njoft edhe rinë në grunë e tina, edhe e di që s'ka shumë të me ndodhë e sen, po pa më parasy që ata që ka ndodhë, është shumë e ronë, bile për kaltë jam shumë i trishtu shumë edhe vetë për këtë ngjarje. Po, e qatë. Atëherë, Xhimi, ajo që them më herët për kontaktin që ke pas më të, pra ndërlidhet me disa biseda, të cilat ti ke dashur dhe ke qenë i gatshëm ti ndash me Kosova Live, apo jo? Po flasim pikërisht për këto bisedat. Po. Shihet se të njëjtit, po flisje për festimin dhe rinën, shihet se të njëjtit kanë marrë pjesë në ndonjë event që ti ke ftuar dhe ajo shpreh shumë falënderues për këtë ftesë që ja keni bërë. Po, ata dhe kanë qenë edhe endorsement time, kërë kanë bo, edhe më kanë përkrojës dhe herë, edhe diqysh adërin, në konë shumë të letë edhe, kërë e në endorsement të unë, e në konë shumë të mirë pritër, edhe më kanë falenderu çdo herë, jo veç të, po dhe ne për rrjetet sociale tjera, si Snap, si Viber, si Live, apo kuptani, dyke falenderu, s'ke në gjore që kanë ndodhur është. Po, nga kjo bisedë shihet se ai ka qenë shumë falënderues, ka shkruajt po vlla, faleminderit, tepër jena një ma mirë se në shtëpinë tonë, inshallah je i lumtur tër jetën me familje të madhe. Pra po shihet që raporti juaj ka qenë mjaft i ngushtë dhe ai ka qenë shumë falënderues për këtë raport. Po, është shumë e vërtetë që i na lidh për një kohë shumë shpejt, atë thash që ka bërë shumë mirë festimi, atë gjysh u konë shumë i bo mira, kupton, vetën kesë nështë e ka nëmë për me ndimu të tjere, në gjë se ka hek vetë si djollë, ashtu edhe në kom hek vetë, edhe në kuptej, na pos një gjutë përbashkë, që dytë këna pos një rëvëtim të shtirë, po qa ndulli që ka u bo mandej, Xhimi, nga komunikimi tjetër që keni, vërejet pikërisht kjo pjesa për cilën ti the, stresusa, që ka pasur pak stres, do ta kemi pas pak në ekran. A ke ndonjë ide të vogël, pse, për çfarë është stresuar festimi? Çfarë e ka shqetësuar? Këtu pra është aje mirë qyshje, po pak më mirë. Nëm nisa me marrë vetën e erdha që ka në mal ajri poster.
Po, në sen që ka diskutu me mu çdere, ka diskutu rreth punës vetë, rreth shpenzime, apo kupton që ka pas punëtor shumë atë ku, edhe tani nuk është kemi mirë biznesi, diçka që ka diskutu që të tërsa ma shumë nuk di vëlloj. Po, ndoshta edhe stresja apo gjendja e tij emocionale ditëve të fundit mund të lidhet pikërisht me punën, siç po raporton edhe shoku i festimit, sepse kemi pa që e ka bërë edhe në një farë forme një likuidim të mallit, po. 24 orë më herët e bën e qitin stur ato që më 7% zbrita diçka edhe mu më merr mendja pikërisht që është gjendja financiare, se çfarë po diun, apo diçka se s'ka ecë mirë, diçka se çdo njeri ka kriza, po shumë është një humbje e madhe për festimin, për neve që e kena humbë festimin, se ka qenë një gjallë shumë i sjellë, shumë i edukum, s'ka ditë kur kanë me lënduar, për sa e njehone. Po, keni pas mundësi të keni kontakt me dikë prej familjarëve? Jo, s'kam pas mundësi me posa ende kontakt, dje kam desht me shku të varri tina, po s'mujta me shku të të drejtë, se halos se me mënëcanes i kam emocionet shumë, edhe po di që me thonë tash nesër, po mendoj me shku kisë me pizutit, me gjesë, tash të shumë që po bëhet. Me Rinën, ke pas ndonjë kontakt? Jo, i kam shkujt Rinës, nuk i ka SMS-at hiç. Atëherë në këtë pikë le të themi edhe një herë atë që ti ceke pak më herët, që aludimet e shumta në rrjetet sociale, komentet e shumta që e ndërlidhen me këtë rast, ju pra thatë që nga ajo që e njeni nuk ka gjasa të ketë ndodhur diçka e tillë apo jo? Po atë qysh po them një fjalë popullore, s'ma merr mend jasë që s'mund njëri me syve të veta, kupton, dyqysh aja Rina ka pas si sytë e vetë festimin, apo kupton, janë konë shumë të lidhë mes vete, janë konë shok, ku janë shku bashkë, ku janë orë bashkë, çdo konë bashkë, apo të një konë qështë, edhe këtë fjallë shumë, për shkakun e kom bërë një postim në TikTok, e kom bërë edhe në Instagram, i kom po shumë komente negative, shumë komente pa gjikuse, kështu që zotë herë e boftë. Xime, e kuptojmë që rasti është shumë i ndihshëm, ne ty të falenderojmë që ishe i gatshëm të flasësh pak për lidhjen dhe për shoqërinë që kishit me të, natyrisht. Doni që t'i ndajmë edhe këto mesazhe, këtë komunikim që keni pasur, për fund jeni i lirë nëse dëshironi diçka tjetër të shtonim. Faleminderit shumë, kalofshit mirë, ju përshëndes gjithëve. Xhem, falenderojmë shumë për këtë paraqitje. Kalofshit mirë të këtu. Faleminderit.